Ana Kabashi e degradon Big Brother VIP Albania e ka 2 fjalë për Gjestin, ja çfarë bëri kësaj here. Ana Kabashi është një ndër këngëtarët më të dashura të publikut. Ajo është tejet aktive në rrjetet sociale duke publikuar story të ndryshëm në Instagram, por në storyt e këtyre muajve të fundit, kryefjala e saj ka qenë Gjesti, kolegu i saj këngëtar, i cili ka kaluar nga Big Brother VIP Kosova në atë të Shqipërisë, ka pasur gjithmonë mbështetjen e anës nga jashtë, që e ka parë fitues të vërtetë të këtyre edicioneve. Ajo e ka mbështetur në çdo pikë të rrugtimit, e ka qenë më së lumtur edhe në fitoren e këtij të fundit në Big Brother VIP Albania. Por duket se Ana po e ndjek edhe rrugtimin jashtë të banorëve të Big Brother VIP, teksa nuk e ka përdir një intervistë të Rozanës pas mbarimit të Big Brother, ku fliste me ironi për fituesin e Big Brother VIP që e ka fituar një njeri ngritur. Pas kësaj deklarante, Ana ka reaguar me njëherë duke ju kundërvënë lajërtjet dhe Rozanës, që nuk e konsideronin fare Gjestin, që e kanë bullizuar Gjestin gjatë gjithë kohës për bagazhin e tij intelektual, teksa shkruan: lajërtja dhe e madhja Rozana konsiderohen njerëz të ngritur, këta fëqin s'kisha pas qef me i pas, po shqyri që ke Gjesti dhe u adhezi kret bigun sa as që për i këshyrshin. Thot Ana, teksa ka marrë edhe mjaft komente nga fansat e saj, por edhe të Gjestit, se mëria ndaj tij po vazhdon edhe jashtë, edhe pse fituesi nuk duhet të gjykohet. Ana nga ana tjetër ka dhënë dhe një lajm të bukur për fansat e saj, teksa ka thënë se brenda kësaj jave do të vijë edhe kënga e saj më e re.